Zbulon e sekretin e përgatitjes së këtyre byrikave tepër të sheshëm. Fillimisht në një hinë shtojmë 400 ml ujë, një lugë të mesme me kryp, edhe gjithashtu një lugë të mesme me uthull sallate 9%. Vazhdojmë me përzim, shtoj mielin gradualisht nga pak derisa të formohet brumi. Për këtë recetë do të përdori 550 gram miell. Brumi nuk duhet me qenë shumë i butë, pra të jetë pak më i fortë se sa kur përgatisni brum ose brumin e bukës për shembull. Pra të jetë pak më i fortë. Pasi ta formojmë brumin, unë e la me pushu për afërsisht 15 deri në 20 minuta. Pasi brumi ka pushuar mirë, vazhdojmë brumin edhe e punojmë. Brumin fillimisht do ta ndajmë në kuleç të vegjël, edhe unë sot këtë sasi të brumit kam vendosur me nda në 12 kuleç. Pra 12 pjesë të barabarta, nga të cilët do të formojmë kuleç. Tash po vazhdoj edhe po i formoj kuleçt edhe po i la kështu anash. Kështu e vazhdojmë e përgatitim edhe recetën e sotit. Byreku ka me u bë më i mirë se sa me ble. Pra, nëse e përgatitni në këtë mënyrë si unë, keni me mbet të habitur nga kjo recetë që përgatitet aq lehtë edhe aq thjesht. Është ideal edhe për fillestar me provu, sepse bëhet shumë e mirë. Pra, po e shikoni që çdo kulaç po e hollojmë, kështu edhe po e lam anash. Pasi kena hollu edhe kena formu peta, tash vazhdojmë secilën petë edhe e lyejmë me vaj. Në mes, secilën petë e lyejmë me vaj edhe krejt petat i bojmë bashk. Kështu si në video. Pra vetëm me vaj. Të gjitha petat në një vend. Njëra mbi tjetrën. 12 peta. Vazhdojmë kështu, përgatisim recetën edhe mësojmë një teknikë që shme përgatit ma lehtë edhe ma mirë. Petat i kam lënë anash për 2-3 minuta, tash veç po i kthej nga ana tjetër edhe i marr këto petat që kanë pushu. Po i marrim 2 peta edhe vazhdojmë edhe i bojmë bashk, i qelim mirë kështu, shikone brumi shkon shumë mirë. Kjo është peta e parë, mundet edhe mos me shku, ama petat e tjera shkojnë tepër lehtë, keni me pa edhe vetë, derisa ju keni me pa videon, keni mu bindë se sa kollaj është me përgatit këtë recetë, pra byreka tepër të mirë të shishëm. Shikojmë videon në vazhdim për ta kuptuar edhe sekretin e përgatitjes së kësaj recete. Pasi që e kam hapë në këtë mallësi kështu, skajet gjithmonë ja holloj kështu me të holluse edhe nuk mbeten skaje ose qoshe të trasha, e shikoni, bëhet krejt njëjtë. Tash unë e kam vendosur sot me mbush me gjizë, bëhet pak më e lehtë në shije edhe tepër e mirë. Ju mundeni me bë mbushjen si të doni, por fillimisht ju them ta provoni me gjizë, sepse receta t'ju bëhet e njëjtë pra. Edhe tash, pasi që kemi shtuar gjizën normal, do i hedhni pak krep, vetëm pak, po e spërkati me vaj, edhe bëjmë mbështjelljen e byrekut. Po e shikoni, pra petat janë shumë të mira të holla, tash vetëm e mbështjellim, edhe shumë shpejt recetën kena me pas gati. Unë furrën e shpëretit e kam lshu që të nxehet në temperaturë maksimale. Ja, pra byreku i parë është gati, kështu kam e vazhdu edhe me kuleçt apo petat e tjera. Marrim tash kështu nga 2 peta, pra thash, për atë kam përgatitur 12 kuleç, sepse do e përgatisim recetën 2 nga 2, do me thonë 6 herë nga 2 peta kena me i zgjat edhe kena me i qel në këtë mënyrë. Shikone pra, petat e tjera po shkojnë shumë ma kollaj, shumë ma lehtë, tepër shkojnë mirë, e shikoni, edhe bëhen të holla shumë të mira. Edhe tash po vazhdoj kështu, po i la, pra derisa të hapet peta, mandej skajet do njëjtë, pra ja hollojmë, edhe tash e bëjmë mbushjen sërish me gjizë, edhe kështu e vazhdojmë mbështjelljen duke krijuar hapësira
që të na bëhet më i mirë byreku. Kështu duke e mbështjellur, por duke lënë apo krijuar hapësira. Edhe pasi të kemi formuar të gjitha petat në këtë mënyrë, pra kena me formu byrek, kështu. 6 byrek me këtë bërum që unë e përgadita. Nëse doni me përgadit për më shumë persona, lirisht i dyfishoni masat. Mbi byrekat i lyej me vaj, jo dhe shumë, pra sa të lyhen kështu, e mandej do i fusim në furrë të paranxehur në temperaturë maksimale me ventilator ose flutur. Pra mos harroni me e pjek pra këto byreka me ventilator ose flutur, sepse ju bëhen më të mira. Shikoni se gjatë pjekjes se si fryhen, kaq mirë, edhe shikoni rezultatin krejt në fund se çush janë bë. Për 15 deri në 20 minuta, pra në temperaturë maksimale do i pjekni derisa të skuqen. Sa po i kena largu nga zjarri, me njëherë e marim edhe i lyej me pak vaj ose gjallë të shkrirë, edhe i la kështu për 2-3 minuta, e pastaj mundemi me provu recetën. Unë ju garantoj se nëse përgatitni në këtë mënyrë, keni me u kanë tepër të kënaqët, pra me këtë teknikë të gatimit, unë jo që po them, por edhe vetë po e shikoni se bëhen më të mira se sa në burektore. Byrekat me gjisë. Na bëfshin mirë, nëse e provoni recetën, edhe juve ju bëfshin mirë. Mirë mbetëshi, deri në recetën tjetër të radhës.